Në portin e Durrësit pas disa ditësh do të mbërri ania e parë muze në kuadër të Art Explora Festival. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha ftoi në këtë përvojë unike, e cila nis në 10 e përfundon në 21 prill 2025. Në anijen e parë muze në botë do të ketë performanca magjepse, kërcime, DJ dhe aktivitete për të gjithë moshat dhe hyrja do të jetë falas. Festivali Art Explora zhvillohet në bordin e anijes muze në skela në pavionet e ekspozitës dhe në vende të ndryshme në zemër të qyteteve pritëse. Ky festival ka nisur në pranverën e vitit 2024 dhe do të vazhdojë deri në vjeshtën e vitit 2027, duke udhëtuar në 15 vende të Mesdheut. Djepi qytetërimeve më të mëdha dhe shkrirje e shumë kulturave, duke sjellë së bashku artist, kurator, ekspozitash, organizatash kulturore, shoqërore dhe arsimore. Ky Kataraman është ania e parë muze në botë, e projektuar nga arkitektet Azel de Beaufort dhe Verdier, u ndërtua në kantierin e anijeve Perini Navi në Itali. Ai plotëson kërkesat ambicioze teknologjike, por edhe për sa i përket mikpritjes së publikut në bord. Ania muze 47 metra e gjatë dhe 55 metra e lartë mund të strehojë mbi 2000 vizitorë në ditë. Në bord publiku është i ftuar të zbulojë përvoja unike, përfshirëse falas. Direku i tij i mrekullueshëm 55 metra, i bërë në Lorient, Francë nga specialista anijeve dhe garave në det të hapur, u prodhua në 2 pjesë. Më pas u montua dhe u ndez në një furrë përpara se të transportohej me kamion të posaçëm. Dizajni i saj minimalisht dhe i rafinuar është rezultati një bashkëpunimi midis shumë ekspertëve, duke filluar nga arkitektët detar të inxhinierët e materialeve të përbëra, duke përfshirë specialistë NASA-s, të cilët kontribuan në përgatitjen e xhamave të lakuar të bërë me porosi.